Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, Bashkia e Shkodrës ka përruar kopshtin e rikonstruktuar një qeshori, i cili tashmë vjen me ambiente tërësisht të transformuara të përshtatura për nevojat e fëmijëve. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci u shpreh se investimi i sjellë hapësira më të sigurta, më moderne dhe më funksionale për të vegjëlit, duke garantuar kushte më të mira për edukimin dhe zhvillimin e tyre. Edhe unë jam shumë i kënaqur për këtë investim. Nuk ka më mirë se sa me uru një qershori nëpërmjet një investimi si ky. Edhe shumë simbolik që edhe kopshti quhet një qershori. Mendoj që për bashkinë investimet më të vlefshme janë investimet që bëhen për fëmijët, edhe për Shkodrën, ardhmja e Shkodrës është në fakt në durët e fëmijëve. Kështu që çdo kusht i mirë që i krijojmë fëmijëve nëpërmjet investimit është në fakt një investim që bëjmë për të ardhmen e Shkodrës. Ndërkohë, sheshi para Bashkisë Shkodrës është mbushur me ngjyra, buzëqeshje dhe atmosferë festive në kuadër të aktivitetet për ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Qindra fëmijë u bashkuan festë organizuar në qendër të qytetit, duke shijuar lojra, pikturë, muzikë dhe surpriza të shumta. Kryetari i Bashkisë Shkodrës Benet Beci u shpreh se fëmijët i dhanë qytetit ngjyrat më të bukura me energjinë dhe ëndrat e tyre, duke kthyer sheshin para Bashkisë në zemrën e festës së një qershorit. Atmosfera e jashtëzakonshme, fëmijët gjithmonë kanë të magji të thotë festës. Bashkia e Shkodrës përcolli mesazhin se investimi tek fëmijët mbetet investimi më i rëndësishëm për të ardhmen e qytetit.